në fund është rregullu moti, rasadi veç po pret më mbjell ka agrolimi. Hajde mishtari, në kini sigurt, mirë. Ja, për mashallah. Mjallën janar me shumë punë për me rujt nga ftofti deri tash në prodhim. Pra shkuj vetëm mjallën me heqfara. Këto janë ndullet veç gati sa s'kanë qelat këto. Unë në laknet në pjesën tomatet. Se domatët në këtë pjesën veç pas kënë qelë. €5.000 beka, 5.000 euro i ka shpenzu vetëm farë për domate. Për speca bek. Sa i ki shpenzu për speca bek? Sa lek për speca për domate 5.000 për speca? Speca 1.000 euro, për thot, kastraveca farë në 400 euro. Kjo është lloj sumbork, veç në fleta, kush mirët me bujësie në i dallon specët në fletë. Ku je lim he punëtor, që ashtu baje shit. Tash i bart me kombi një pikë shitje se ka te rruga magjistrale Prizren Gjakov te Uzbjeshka atje. Kam postu para 1-2 dite atë pjesë. Hajdi speca, hajdi, në krushet madhe. U ka ma mirë si në krushe ku është punu e punohet gjithmonë. Dem baba dem. Shërben do më thonë për mbjellën e fidanëve, ndërsa kjo pjesa tjetër është mbjellur e gjitha domate. Dhe këta tash hecin si ato. Qëta janë kupila që pastrohen. Sho vetit unë e fsherin me këtë internet, qitë në internet, reklamo sanët e krushës, lyp njerëzit mua tani, po nuk prodhoj unë, veç i qesë. Që ku kini ramen, që e numërt ati telefonit. Ta shë i qesë edhe, i shkru. Shkru e kjepë se me. Mayo,